sillemi rreth 4.000 euro të metrit katror. Ndonë se në qytetet tjera për rreth, në Düsseldorf për shembull shkon te 8.000 ose 10.000. Po. Janë shumë të konsiderueshme. Prandaj shumë e lavdërueshme me investu në një vend pak më të vogël, mirë po në përgjithësi afër një qendre të madhe. Sa kushton ky objekt që është shitur këtu për shembull tani? Ky objekt kushton rreth 600.000 euro. 600.000 euro. Unë mendoj që ose le të pyes më thjesht, si funksionon blerja e një objekti këtu? Procesi i blerjes në Gjermani nuk është shumë i thjeshtë, mirë po nëse ke përjetu një herë, pastaj është i thjeshtë, sepse ti e mëson edhe po e ke një linjë, një vijë që e përcjell gjithmonë. Parimisht ti e prezanton objektin si fshitës, pastaj ke shumë klientë ose të interesuar që vinë me pa objektin. Nëse dikush e parapëlqen ato, atëherë ke mundësi me bënë një parakontratë ose një rezervim përmes një shumë modeste që e parapaguan, ndonë se e tëra varet nga kontratat e noteri, do thotë nëse ndërkohë ti e ke shfrytzuar një financim nga banka, një kredi, atëherë e merr konfirmimin nga banka për kredi, pastaj me atë konfirmim ti kalon te noteri, noteri e bën kontratën për ty si blerës, ndërsa për mua si shitës. Shkojmë te noteri, ne shkruajmë kontratën, pastaj vonon 3 deri në 4 javë derisa noterit na jep një go dhe thotë tani janë kryer të gjitha punët ligjore edhe mundeni me bë pagesën. Më përpara nuk bëm me bë pagesën. Ajo shumë e rëndësishme. Ndërkohë merr informacionin njëjtë edhe banka, e cila e kryen pastaj obligimin e vet për kredin që ndërkohë vetëm ja u ka lejuar.